të rritë nuk kanë sa duhet respekt për njerëz më shumë. Për zotin e kena pas shkollën larg atje, pe që duhet me shku atje larg, i konja 35 minuta 4. Mësusi kur vike, që dilke mësusi, më shefshëm dikun malë, mësë më na po mësusi se qaq ke shumë. Se na i plak me konë dikun, e mësë me i thonë u vluodha, si e ka luodha u konë gjë, pa mundën. Reportazhi i sotëm i dedikohet fshatit Dubovc të komunës së Vushtrisë, cilat janë karakteristikat e saj, është braktisur ky fshat dhe gjitha këto mund t'i ndjekni në materialin në vazhdim. Ja kjo pjesë ku duket këtë përballë atje, ku e kam në dorë në drejtim atje, është kaloja e Dubovcit. Kjo si duket është me sheku i nashta më shumë, kaloja e Dubovcit. Mandej nifet për minierën, ka qenë miniera që ka prodhu që tu filgjona që tu ka qenë Dubovc, kanë qenë punësum njerëz shumë këtu, ka qenë vend industrial. Se thashë edhe pore, nese Dubovc këtu i takojmë komunës Vushtrisë, jem 3 fshatra në Drenicë, po që i takojmë komunës Vushtrisë. Dubovci, Galica dhe Beqisi. Kufiri jo poshtë këtu, po, që poshtë të ura, është kufini ku dohet ortokall poshtë, Drenicë në alte. Nësi regioni takojmë Drenicës, Dubovci. Ashtu që ka pos, është konë shkolla, është konë stacioni policisë, këtu është konë telefonin atë ku, kur kam qenë në shkollë fillore, në kam 70 vjetë, në Dubovci është konë telefoni. Telefoni telit, kuptuat që kanë sjellë matrote. Një se moni men se e një 3 unë, po konë atëherë kështu, është konë, na kena bo edhe shkolla me tregu drejtën. Atë kohë që Drenicës ju ka mohu, e drejta për shkollim në ato vitet e komunizmit hershëm, kurse na, veç se i kena ka taku komunës të Vushtrisë, na kena mujtë e mu shkollu ka pak, kena pos për parësi edhe me hine për puna ka pak, edhe pse ka qenë shumë vështirë në atë kohë me hine për puna, vetëm se i kena taku komunës Vushtrisë. Si është doja pjesë ju ko me komunë skenerojt, i kam posë mohu me drejtat për shkollime, për punësime, për derisa u bo për gjithë, u bo edhe për ta. Ashtu që njihet një vend me traditat vjetra shqiptare. Kjo këtu ku jena, është lagje Manovi, që kjo ku jena qëtu. Kjo pjesë jemi në rëndë Çuçavicës, në gjithë jena me Çuçavicë. Kjo pjesë këtu. E shef? Këtu rrethohet prej 3 kodrave të mëdha. Me të vërtetë është vend malor. Këtu është Çuçavica, në unën tjera shpati thot, mundesh më fokusua njëna, mundesh me kësio shpatin në qëre. Shpati thot, po dile dhe kështu jep jaran që ashtu është kaloja, që edhe pe që kojt mundesh. Kaloja Dubovcit pe atujt, ka pe Çuçavica, shpatin e thot, kalen e Dubovcit. Me të vërtetë është vend karakteristik. Zdi jam duke që kom lindu në këtu, së një 15 vjetë i kom po këtu, këtë vend këtu. Ja vlen ma tepër për vikend, se për me jetu për që tujtë pak problem, se tash standardi është shumë minollt, o probleme jetu për tujtë, ashtu që neve në pilqen, ne dojmë këtë vend, shumë. Stacioni i policisë ka qenë Dubovc, ka qenë shkolla fillore 8 vjeqare, ka qenë posta, kanë qenë banesat e policisë në atë kohë, fjale për kohët komunizmit, gjitha, kanë qenë banesat e shkollës e policisë. Kanë qenë edhe banesat e punëtorëve që kanë punun minjerë. Pa aty kanë qenë Kufi Galicë me Dubovc aty. Zdi këni a i një kone herë atje, po, është a i vend ku edhe jenë pak gjurët aty. është një logë i thujnë lugu i kishës aty, për pjetë që atje, në Çuçavicë. Kur ishëm dvogël, shkojshëm na çoban me gjo, pe veti babën një herë një farë, na i kena thoi rrugë, një farë batallaku ashtu, do gure do, pi thëmë babë sash, do gure do atje, thot, mos i prek ata, thot, se janë gurë të kishës. Kishë shqiptare gjitha, aja ka qenë kishë shqiptare. Mandej, ofër kishës, në gjithë është kroni mare, si thujnë, edhe e ka qenë shqiptare, për emnin Mara e ka posa. Ashtu që për këtu, ja vlen ai historian me të vërtetë që nuk është i pritushëm, me bisedu për këtë vend se ka që bisedon mjaftueshëm. Zotëri, do me thënë,
Dubovci, a janë njerëz të ardhur apo janë njerëz venali, si që themi ne? Ka me një fjallë që të gjithë jenë të ardhën. Po ka që jenë të ardhën ma herët, venali jenë do Behrame, Gjeme, do Halila jenë ma herët këtu edhe logaritën si venali. Kurse një tjertë ma naftë, Zuqakt, jenë konë Shalakt, jenë Prekast, jenë konë Doglogos, jenë konë të ardhën. Po që konë mas karakteristike që probleme s'ka pas të asë njerë. Konflikte që shkanë pas shqiptarët në zveti, në Dubos nuk ka pas. Kena pas pleste meqëm, i kena pas kulturum, e sen, ashtu që nuk kanë duhet me pas, edhe me kuna i konflikti vogël, na këshën pleste regullajshin atë punë. Ashtu që jem konë veni qetë, i shpërnda ma shumë që ku jem në kufi me Bruznik. Mandej atje është kufi gati me Ljubovec, me Galicë. Anena me Krasali që shumë fshati i gjerë, po, mardhonit i kena pas shumë të mira, kena kalu shumë mirë. Do me thënë në një përfshirje të tërë, ju rrjedhimisht nga ajo çfarë kuptova është se thuaj se çdo shtëpi në Dubovc ka pasur një odë të veten, apo jo? Mikpritse. Ka qenë tradit, kultur ka qenë, ama pa marrë parasysh çfarë ka pas kushtet një odë vogël e ka bo. Se ka qenë, këtu ka qenë rrugë kaluse që u lidh Drenica, ne musafir ka lyp konak në herë, u duh me pranu. A kanë qenë të shpesht ata që kërkonin konak, për shkak edhe të shtatë distancës që ka pas? Nashta, po mu i thëmë, se unë thash 15 vjetë kër i këmboju morë dhe masanena, po zbesoj që mrena jave 2-3 herë nuk ka pas musafir, ja ban gjia fjolla. Të pa njoftën sa i miku o diqka tjetër, po që kanë zo rrugë lartë, se eshtune ka qenë Mitrovic tregu, e premte ka qenë Voshtëre, e honën Skeneraj, ashtu që në bëk të levizje, pej Glogosi, Skeneraj, Mitrovic, Voshtëre, i ka përmbledhë që kjo gry këtë pushqit. Ashtu që musafir ka pas që, e në ko shumë të kënoqëm, ko në ka orë dikush musafir. Sot, qka të mungon nga fëmiria jote? Ato 15 vite që i ke kaluar këto? Nga fëmiria jam, jo, edhe ma ne, ku vazhdu këtu, po jam e jetu shumë, adin? 15 vite që i ke kaluar këtu si rezident? Unë mungon mas te përmi që mungon, mund këtë mërë që kam, unë respekti nuk është nivel. Për shemull, të rritë nuk kanë sa duhet respekt për njerëz më shumë. Për zotin e kena pos shkollën larg atje, pej që tuit me shku atje larg, i konja 35 minuta, 40. Mësusi kur vike, që dilke mësusi, më shef shumë dikun malë, mësë më na po mësusi se qaq ki shumë. Se na i plak me konë dikun, e mësë me i thonë u vluodha, si e ka luova, u konë gjë pa mundën. Mas shumë të qaj se i dore kjena mirë tonë tash, ka i të regull jena, po respekti po më zahër që kë rjeti social, që globalizimi, pak i për neve shqiptarë, pak i të pru ma shumë se që duhet, se duhet me jetë sa nena, e neve që jena pak ma të më shumë, mas shumë të navret qaja. Se nuk navret i darja, se na jena kom shumë keq me i darje, kena pas shumë fukarallak, kena bo të natë mirat e zotit, pa kur të shesh, apeshe edhe populata në mungar. Më intrigove me këtë që e thatë, po për festën e Bajramit. Shkojna, une jëmë konë të une këta kusherit krejt, në Voshtëre atje, edhe ju mordën atë ditë pak një 2 venat, ne e si të met edhe pak me shku ju mordë i ku vizitu të tonë. Bili ju thash, edhe që si hëvisën e maj vjetri për juve, së vimi ju vizitu. Duhet me ardhë ju tonë. Apo më tregon, a kishte nga ta familjarë që shkua në det? Si që bëjmë për ditën e jo, të na s'ka pas. Të na nuk ka pas. Nëse që e kënë dëgjuar këtë traditë? Po e këm dëgju, musëm ka pëlqy sa duhet, se s'ka kris kja meti me pritën e një ditë, bile ditën e partë Bajramit me kalun shpi, e mandej me shku në det, po si do qofte ka vendus për vetja ta, ato na nuk u shku kërkush në det këtu. Ja.